Tërmeti fuqishëm që goditi mëngjesin e së martës veriu në Itali si ka marrë jetën të paktën 15 personave, ndërsa ka varrosur të tjerë në ngërmada. Sipas agjencisë së lajmeve ANSA, deri në orët e mbasdites, përveç të vdekurve janë raportuar edhe të paktën 10 të zhdukur e 200 të plagosur, disa prej të cilëve në gjendje të rëndë. Mbi 14.000 persona kanë mbetur të pastre dhe pritet të kalojnë natën jashtë, ndërsa skuadrat e zjarfikseve janë duke inspektuar rënojat për viktima e të mbijetuar të tjerë. Gjendja përkeqësohet nga fakti se shumë prej ndërtesave që qëndruan në këmbë janë të dëmtuara dhe mund të deklarohen si të pasigurta për të qëndruar në to. Disa tronditje të reja pas goditse janë regjistruar, disa prej të cilave të fuqisë 4 deri në 5 sipas shkallës Richter, duke u klasifikuar si tërmete të mesme dhe duke vendosur në rrezik struktura tashmë të dëmtuara. Origjina e tërmetit është lokalizuar në rajonin Emilia-Romagnës dhe sipas mediave lokale fuqia e tij është vlerësuar 5.8 ball sipas shkallës Richter. Lëkundja është ndjerë edhe në qytetet Milano, Bologna e Modena. Në një apel publik, kryeministri Mario Monti ka kërkuar solidaritet në këto orë të vështira, duke i bërë thirrje të gjithëve që të ndihmojnë si të munden personat e goditur. Federata Italiane e Futbollit bëri të ditur nëpërmjet një komunikate se një ndeshje miqësore me Luksemburgun në kuadrin e përgatitjeve të Euro 2012-s, e cila do të luajë në mbrëmje në qytetin e Parmës, është anulluar.